Përshëndetje miqtë e mi të dashur, të Zoom, për i takohemi kështu edhe këtë herë me mua Albina Zenelin, këtu në ambientet e Zoom Cafe, sponsorin ton general dhe jo më rastësisht ose jo më këtë jemi këtu sot, për shkak që është edicioni speciali 8 vjetorit. 8 vite me Zoom, 8 vite ku unë Albina Zeneli kom qenë pothuaj se çdo javë të premteve nga ora 19 vetëm në kanalin zyrtar në YouTube. Një emision që përveç informimit, piksynem ka pas edhe argëtimin dhe promovimin e bizneseve ose më saktë artistave trinj që kanë dashur me pas përkraje nga mediat. E këtë edicion po dojmë sot me nis me falënderime si gjithmonë për ata që mundsojnë realizimin e emisionit, por edhe për këtë pjesën tjetër që si gjithmonë kujdesen për veshjen dhe dukjen time. E historien e parë sot po du me nis pak më ndryshe, jo me ndonjë personazh, po me sukseset e sfidat e po ashtu gjëra që e kanë karakterizuar në Zoom për këto 8 vite. Ka edhe rubrika që ende nuk kanë emra, por që po pritën mirë nga shikuesit besnik të në Zoom. Dohet me Blitz pyetjet në Zoom. Blitz pyetje, përcjellja një artisti deri të mbrëmja muzikore, përgatitja, këndimi dhe në fund intervista ku marrim pamje ekskluzive nga atmosfera e krijuar. Reportazh
Ka 120 euro i kam në kuleta ati. A i shohem bashkë? Po, jo, ta shuk. E 200 posë, e pagujti një fakturë, 200 i pasë në. Në zomeret me sukseset e artistëve që janë apo jo të njohur, kjo pak ka rëndësi. Dyert e emisionit janë të hapura për secilin individ që bën një arritje e që krenohet me të. Në Zoom 14 prill 2025 mbushi 8 vite jetë, duke qenë një ndër emisionet që ka arritur ta ruaj stabilitetin në treg, që pavarësisht konkurrencës nuk është degraduar, që të servoj antivlera e skandale tek audienca besnike e saj. Në Zoom ka në pronësi emisionin, portalin, një kafiteri dhe kompanin për menaxhimin e rrjeteve sociale. Personazhet më të spikatur në mediat roz. Sa prej mysafirëve që intervistuam. Në Zoom është një format që ju kushtoi minutazh çdo moshe. Emocione e lot pothuajse në çdo epizod, përjetuam me ju momentet më të vështira të jetës. Po, kam dështoj herë. Me gisht nuk mune me vravesh një nik. E ke vëro vedin edhe të ndër këtu. Dhe ja ku jemi pas 8 vitësh, akoma në treg, e madje edhe më të fort. Këtë dëshmojnë edhe klikimet në rrjet. Faleminderit shumë për besimin tuaj. Ju premtojmë që nuk do t'ju zhgënjejmë. Zoom, emision me autore dhe moderatore Albina Zeneli.